të shtetit. Mirë, e pastaj rishikimi bëhet me të gjithë buxhetin. Pikë parit, gjitha këto ligje cilat i kanë sjellë në kuvend, përfshi edhe sigurimet shëndetësore, të gjitha këtu kanë kosto buxhetore. Dhe në mënyrë që këtu me u implementu, ish dasht me u reflektu në buxhet. Asnjë prej tyre nuk është reflektuar. Mirë dhe, por rishikim janë ato bonesër, nuk janë në rishikim. Të gjitha këto ligjet cilat i keni sjellë dhe i keni procedu. Nuk ka rishikimi plot, se s'kanë sjellë as komunat, as deputet, as a keni sjellë ja mandament për rishikim. Po, mërë, po s'na keni propozu? Mërë, për buxhetin të folë. S'na keni aprovu? I kem sjellë? Halo, nuk ka rishikimi plot, mërë. Njëjtat, veç që për sjellim, njëjtat kërkesa i kem. Nuk është qenë 3 vjetë, qenë 1 muj, as 1 muj e gjysë. Mirë. A i ka premtu Albin Kurti, që bashkë kom pas debat me të në kuvend, në seancë plenare, 200 milion euro pako për çmimet e energjisë, për çmimet e naftës, për krizën që ka efekt kriza globale në çmimet në Kosovë, për rritjen e çmimeve të produkteve bazë. Ku është që ajo 200 milion, që ajo pako që premtoi në kuvend Kosovës, ku është reflektuar në çdo rishikim të buxhetit? Pse po bëni hajgare me qytetarët? Pse po ju premtoni çështje të cilat nuk i reflektoni në buxhet dhe nesër mas nesër. Pakën do ta gëzojnë qytetarët. Kur është qysh? Tregoma mënyrën ligjore qysh e gëzojnë pakën, kur 200 milion nuk janë 20 euro. Janë 200 milion euro të taksa paguesve, janë mjetet të qytetarëve tonë. Qysh i kanë gëzu që 4 vite çdo vit me vendim ekzekutiv. Pikërisht kjo është shumë e thjeshtë. Po nuk shkon me vendim ekzekutiv. Kjo duhet me u paraqit në rishikim buxhetor. Dëgjoj, këta nuk e kanë problem. Që ti veç disa fakte. Për 9 muajt vitit 2025, jo veç statës së rajonit pastaj. Për 9 muajt vitit 2025, veç për 9 muaja, Albin Kurti me kabinetin e tij i ka shpenzuar 27.3 milion në derivate, në udhëtime zyrtare, shpenzime telefonike. Nëse flasim për 3 vjet, për 3 vjet, Albin Kurti i ka shpenzu 40 milion, para më në 3 vjet, i ka shpenzu 40 milion në qëtë krizë globale që po thoni, derivate, telefon, edhe në shpenzime për udhëtime zyrtare. Para më në një ekonomi, si e Kosovës, që i keni mbyllë të gjitha fabrika dhe asë një prodhim nuk e ke, asë një investim kapital nuk e ke. Po qëto të voglat, so kanë qenë, qëto biznese, so kanë qenë, kanë funksionu. Edhe këto janë mbyllë sot, edhe kanë shku në Shqipëri. E kërështë që pyetje, dhe është ta mu përgjithë. Kosova është në... Qytetari ju nuk e ndin dorën, e qeverisë. Se ndin dorën, kur ma shumë se kanë ditë. Kur ma shumë se kanë ditë qytetari. Do me thonë, ekonomia e Kosovës asnjëherë nuk ka qenë me keq se sa që është sot. Asnjëherë nuk kemi qenë kundër shtesave që ja u keni dhënë. As nënav, as fëmijëve, as një kategorie. Mirë, po nuk janë të mjaftueshme për sot. Po nuk janë të mjaftueshme. Çka do të më bëjmë me 20 euro që ja për një fëmijë kur nuk e mundësi as pampersa. Argumenti ka me qenë ju keni dhënë 0, 40 milion. Po ne kemi rrit pagat. Veç paka muj. Kemi jep çdo muj, po kemi rrit pagat 50%. A jena tu jetu në një kohë, këto vitet e fundit, kur është një krizë globale, një ngritje e çmimeve në krejt botën. A tha zonja Musliu në këtë kohë, kur ka ngritje të çmimeve në krejt botën, qeveria e Kurti pas ka shpenzu 40 milion për derivate, telefon. Edhe udhëtime, po. Edhe udhëtime, derivate, telefon edhe udhëtime. Kosova ka lullëzu nga udhëtimet. Rezultat udhëtime zyrtare, me 0 rezultat. Kur ka lullëzu nga investimet Kosova, për 4 vjet i ke pas shpenzime ma shumë se ka qeverit e kaluar. Sa ka qenë? Po lëmëtën e ma shumë se 40 milion. Ma shumë se 40 milion. 40 milion derivate, musil në për Kosovë me bo fushata. Jo, veç derivate 40 milion. Zonja Musliu nuk jenë veç derivate 40 milion. E kresht, nëse këshirit kalumet. Shërit kalumet. Kur jem kanë, Kosova ka lullëzu. Po, kur s'ka pas ngritje çmimeve globale. Veç një fakt. Do me thonë për 9 muaj sa i keni shpenzime telefonike. Për 9 muaj, për 9 muaj, Albin Kurti, 3.8 milioni ka shpenzime telefonike. 3.8 milion shpenzime telefonike. Alo, si je, a i kabineti qeveritar. Mësojën 3.8 milion shpenzime telefonike. A din që ka do me thonë 3.8 milion shpenzime telefonike. Krejt institucionet publike në Kosovë. Po sa qërisht të e morë faktin që ju, ka u dhe ju ja ka qenë që ja shpenzime shumë të dhoja, gjipa të zi, sot nuk e zbret në gjipa të zi, edhe fushatën e kaloni me gjipa të zi. A zonja Imeri, edhe të tre këtu që
që jemi në debat, edhe pse jemi të ri, nuk e kemi gëzu me studiu pa pagesë, qytetarësët të rinë se studiojnë pa pagesë. Punë e madhe që studiojnë pa pagesë, fakultetet i kanë përfaqe të Jo, shumë punë e madhe. Ne lartë nëse relativizë kështu, po pse se kanë bërë këta pa pare? Qysh po thu shumë punë e madhe? Shko pyetja ato familje që jetojnë komuna të tjera. Ajo është, ndëgjom, na kem të folë të dora shtetit. S'kem të folë të dora e mësimdhënësve. Cilësia Folë të dora shtetit. Cilësia Dora arsimit. shtetit Ajo jenë punë që e shtetit. pasat. Nuk o veç me Cilësia arsimit o punë në shtetit. Dëgjom, Edhe unë është nuk du tokë. mu marrë tash veç me bo zhurmusin këtu, po du mu përgjigjë në qka ushtru pyetja. Dora shtetit. Kur studime pa pare s'ka pas dhe kur jeni ardhë ju. Po ta jap në vitë, qysh, po konstatoj që sistemi arsimor është i keq. Do të me punu shumë edhe në sistem arsimor, e kemi gjenë këtë gjendje. Kemi mu pajtu dikur. Po, unë s'kesh të folë për atë temë, unë kesh të